Partia Demokratike kërkon përjashtimin me 60 ditë nga kuvendit kryetarit grupit parlamentar socialist Tauland Balla për shkak të fjalëve fyese që ai përdori ndaj deputetes demokrate Albana Vokshi. Kërkesa e firmosur nga 20 deputet PD-s është depozituar zyrtarisht në kuvend, ndërkohë që në mbledhjen e komisionit jashtëm, ku Albana Vokshi mban postin e nënkryetarës, të gjithë deputetët e opozitës kërkuan marrjen e masave disiplinore ndaj Tauland Ballas. Nga ana e saj, mazhoranca vuri në dukje se qëndrimi ndaj fjalorit papërshtatshëm duhet mbajtur njësoj, edhe kur ai përdoret nga deputet të opozitës. Unë nuk di se cila prej këtyre çështjeve e preku kryetarin e grupit parlamentar tuaj që reagoi në atë mënyrë, sepse shënjestrimi ishte politik. Po tentojnë të godasin opozitën. Nga ajo që unë pas vetë mbrëm kuvend, dua t'i kërkoj unë personalisht ndjes kolegës time Albana Vokshi. Ishte situatë shumë e pakëndshme. Ajo që bëri zoti Balla, kërkoj falje 3 herë, është hap që duhet pranuar. Por nga ana tjetër dhe ne presim një të gjë, sepse në atë seancë, dhe jo vetëm në atë seancë në brendshme, por dhe në seanca të mëparshme në mënyrë konstante, klitet me një gjuhë shumë të keqe ndaj grave të përfaqësuara në atë kuvend minimumi. Mbrëmjen e sejntes parlamenti u përfshi në debatet ashpra për shkak të fjalëve që Tauland Balla përdori ndaj demokrates Albana Vokshi. 0900 se për ty kam këtë numrin, për ty Albana, pa dyshim. Seanca u ndërpret 2 herë për shkak të tensionit në sallën e parlamentit, socialistët u dhan fund diskutimeve, kaluan direkt në votim. Nga ana e saj, edhe Partia Socialiste paralajmëroi masa disiplinore ndaj demokratëve që përdorën fjalë fyese ndaj Tauland Ballës, ndërkohë që Klevis Balliu tentoi t'i hiqte edhe mikrofonin.